Flavio Qari, mirë mbrëma. E diel do pim një verë shqeto sot. Gëzuar. Me që është darkë dhe diel, gëzuar, mirë se erdhe, se kafet shqeto dhe ato plugjet ti kemi lënë ty të syri të vë. Gëzuar, mirë se erdhe. Faleminderit për verë. Se bëra jo, nuk e bëra. Po, Është lajm, prezantimin është lajm. duhet ta kisha bërë ndryshe. Ti je një sommelier në jetën tënde të fshetë dhe misterioze, vërtet? përveç gazetarit. Prandaj mbajt ajer. Ha, si ishte, nuk... Shumë mirë. Shumë mirë, a? Pinot Grigio klasik. Aha, e njeh direkt me... Po. vetëm e nuhatje, Për ashtu pa e pjesën që shijuar. pash etiketa. Është nga verat e preferuara apo ja? Dikur po. Edhe pse unë kur frekuentoja verat e bardha, më pëlqente Gewürztraminer shumë, se ka një shije pak më të spikatur, po sigurisht për një drekë të zakonshme apo për një vakt të shpejtë është shumë e mirë edhe. Është mirë. Tani, tu jemi te kapiten Mirëzoti, na ka hapur derën sa i thash që është Flavio Qari, tha do i bëjmë një darkë të mirë, me krudo, me gjëra, nga këto darkat e shtrenjta. E frekuentoj. E frekuenton. Gëzuar për kapiten Mirëzotin, edhe njerë, edhe do më flasësh pak për të çështjen e verave, se kam përshtypjen që do ta kesh ndonjë kantinë sekrete aty te shtëpia. E kam. S'është as sekrete. Një qilar. Mund mes. Kam pasur qilar, tani më ka ngel një kantinë modeste. Një kantinë modeste, është si ajo Ergys Agasit? Mirë do ishte, por nuk do ishim duke bërë këtë bisedë bashkë, do isha duke i parë, duke i përkëdhelur atë. Po prit, o do shkosh në arati, ose do arrestohesh, dhe është me radhë puna, nuk e di më të ka radha. Se di, e para nuk besoj se më vjen mua radha në një, e dyta, as nuk besoj se i ka gjetë gjithë ato verat, ai që i kishte po i shijon prapë. Po i shijon prapë? Ku mund t'jenë ato verat aman që ikën dhe i morën brenda natës dhe nuk dihet ku i çuan, se ishin pa pull fiskale më duket. Një pjesë. Një pjesë e tyre. Ka ca implikime tjera, se ajo që një pjesë e kolegëve të Kronikës Zezë nuk kanë nxjerrë. Problemi me ato verat është që janë me kod të gjurmueshme, sidomos verat mbi një vlerë caktuar kanë kanë një term që quhet milezimato. Pra janë të numëruara shishet, secila shishe ka një origjinë dhe ajo do hapte ca probleme tjera për vendin e origjinës, për mënyrën, është një histori shumë e gjatë kjo. Dhe mbi të gjitha... Në këtë botën e çuditërave të pasurve ndodhin këto gjëra. Po janë, dëgjoj, Romane Konti prodhon nga 20 deri në 40.000 shishe në vit. Porosia vetëm nga Dubai është për 50.000. Dhe ti të gjesh një dhomë plot me nga ato në Tiranë, në periferi, është çmenduri e pamëndueshme. Tetë. Dhe kështu që kush i kishte, i ka. Kush i kishte, i ka, domethënë vetë Ergys Agasi, apo... Nuk. Pse i zhduku kamerat ky Ergys Jaman? S'është zhduku kamerat. Kush ka hyrë atje? Nuk i zhduku kamerat. Nuk i zhduku ai vendosi dhe u zhdukon... Janë mbajti njëri ti kontrollonte ato. Vërtet, ti beson se shkoi çuni gjajës, adoleshent, i merrte, si ngarkoi, se ato duan 3 ditë. Ato janë produkte shumë delikate, janë shumica të veshura me film. Ato, se mbajnë me film të mbështjella. Shishi. Po, nga Maseto e lartë, që fillon ke 1.200 euro për shishe, kanë një mënyrë mbajtje krejt tjetër. Ato duan të lëvizën një nga një. Me delikatesë, çdo verë si një fëmijë i vogël, i posalindur, midis shërbimit të doganës, spakut, BKH-s, ka shku çuni gjajës, dhe më pëlqen si e thonë nga durë se çuni gjajt, dhe i ka marrë një nga ja, do 3 ditë punë, ka qenë shumë organizuar ajo. Pse po flasim për verat e Ramës në tani? Pse jo? Po... Qa flitet në për podcast? Për verat e Ramës? Më duket se jam i vetëm në Tiranë që s'kam podcast. Po si kam mundësi që ti nuk ke podcast? Flas shumë. Po jo, unë flas 3 orë çdo mëngjes. Është dhe plugu që ka shumë lexim, shumë konsum. Ndonjëherë më duket sikur unë për shumë se shoh veten se më bezdis vetja. Edhe kam gjithmonë një frikë sensin e masës, se sa duhet
të dalë dikush sa duhet. Se dakord, brenda një formati të caktuar, mund të bësh emision përditshëm. Plugu është i gjithi me dokumenta dhe patjetër që nuk të konsumon ty si figurë. Po të flasësh ti për çfarë mendon ti, për veten tënde ti, është e tepërt pastaj. Ndoshta nuk. Besoj se njeriu duhet të ketë një sens mase shumë të fortë. Jo, patjetër për të mos u konsumuar, por unë mendoj që kur të mbyllen të gjitha këto që na hapur kot më kot, atëherë ti do gjesh një shteg ndryshe që të shfaqesh ndryshe. Se je gazetari vërtet, unë e vlerësoj shumë profesionalizmin tënd, se njihemi prej vitesh, edhe për këtë më pëlqen që ke nuhatje, ke zë rebelus shpeshherë, je dhe konfliktual shpeshherë, se e zën njerë me fansat e Sara Gjordenit, imagjino tani, dhe të bardit. Sa turp! Çfarë rënje niveli e të mërshëm. E mo mirë, bërë që i shave, se janë ca komentus që... Kalon nga luftë ndaj regjimit, ke shërë me fansat e bardit. Po këshush podcastin, edhe me pak verë të bardë, dhe... E gëzua, e shtim. Tani do rikthejmë prap tek Ergys Agasi. Hama. Ku është arratisur? Se ti nga që jetë e syri... Burime thonë që s'është arratisur. S'është arratisur. Është këtu në Durrës. Në Durrës është? Thjesht... Kështu thonë burime. Po i pitë gjitha ato vera thua? Kështë disa pinë nada i deri sa ti mbaroj? Për momente nuk shoh asgjë që tjetë duke e shqetësuar. Edhe kur them atë flas edhe atë si përfaqësues të një grupi njerëzish caktuar, apo një tipologji e personi pranë pushtetit, askush deri në këto momente. Nëse ke pasur mundësi të shohësh plugun, ne kemi bërë disa për reformën drejtësi. Dhe kur i shef letrat vërtet, edhe pastaj dëgjon njerëz që thonë ose reforma do bëj këtë, do bëj nan, do bëj atë. Ajo është e dizenjuar për të mbrojtur, dhe them me shumë keqardhje këtë, edhe pse duket si sulm. Ajo është dizenjuar për të mbrojtur ata që aktualisht janë pushtet, për të mbrojtur strukturën e pushtetit, sepse kur është bërë, llogaritur që këta do janë shumë gjatë. Dhe kështu që në këto momente ne kemi nevojë për një ndërhyrje shumë të fortë nga jashtë, edhe nëse ndodh që të ketë rotacion apo ndrim pushteti, prap do duhet një investim shumë i madh që të zhbëhet ajo që është bërë me reformën drejtësi. Se këta e kanë kapur jo vetëm të spastrimi që i kanë bërë njerëzve. Këta kanë kapur shkollën e magjistraturës dhe ata e kontrollojnë peshkun që rasat. Para se të bëhet peshkaqen. Më kupton, kështu që ajo do të krijojë të njëjtin problem që patëm në 90-ën, që u detyruan të shpikeshin plepat, që të kishe një kast të re ligjvënësish të pa indoktrinuar. Ne aktualisht jemi para të njëjtës kaste indoktrinuar gjykatësish edhe prokurorësh. I bukur ky këndvështrimi, po meqense aty në televizionin tuaj ai nuk ka ardhur, se ne nuk e dim, të mrekullueshëm. Syri TV, ç'a bëhet nga i Big Brother juaj një herë? Se kaloi unë se Syri TV e ka atë simbolikën e Bigut, dhe kush është Big Brother i aty? Sali Berisha apo jo? Jo? Kam përshtypjen se ka një kështu. Më pëlqen shumë ky tash e themi. Është tash e themi Mero Bazës dhe Carlo Bolinos, edhe më pëlqen edhe mlefi me cilin e thonë. Televizioni i familjes Berisha edhe e imagjinoj që dridhen kështu kur e thonë me i lloj mlefi. Si në karrige elektrike nga nervat. Janë të smirusha të vegjël të lezetshëm. Syri, nëse e mban mend periudhat caktuara, ka qenë goxha agresiv dhe me opozitën. Mirë, por nëse linja jote editoriale është që ti je kundër pushtetit ashtu siç do duhet ishte linja editoriale e çdo televizionit të këtij vendi, do bësh një arsyetim se cilat janë arsyet për cilat ti e kritikon opozitën. Se nuk më duket se ka shumë vend për të thënë edhe Syri fajin e Kasaliu. Ka boll njerëz që paguhen dhe angazhohen çdo ditë për ta thënë këtë. Syri nuk ka një mision për të shpëtuar opozitën. Ka zyrë shtypi opozita, ka media në vetë, nëse njerëzit pyesin se kush është media e opozitës, është RD-ja.
Se ekziston rilindja demokratike? Patjetër, ekziston dhe ecën mirë. Është dhe në print? Po patjetër. Ua, Është në web, është shumë mirë. Po zëri i popullit? Ja, e mbylli Erion Braça, kur u zu me Sajmir Tahirin, duhet. Sa e bukur. Zëri i popullit, jo, RD ekziston. Dhe ne jemi në rrugën tonë, duke bërë atë që unë jam 1000% i bindur, se të paktën kështu ishte kur e mësova unë zanatin, do punojmë televizion? Po. Qa bëjmë ne? Kritikojmë qeverin, nga mjesit deri në darkë. Kështu bënim kur ishte Berisha kryeministër dhe na duke gjëja më e drejtë, më e bukur, më e pa komprometuese në botë. Tani që nga problem, tani që e bëjmë të njëjtën gjë, tani që kritikojmë të njëjtat gjëra, tenderat, abuzimet, arrogancën, shpërdorimet, sekretet e gjithçka tjetër, tani jo, tani jemi të paguar nga Saliu, nuk është gazetari kjo. Do të thënë ky është komplet tash e them, legjendë urbane. Sigurisht. Po Arben Ahmetaj që është narrativ dhe jep intervista vetëm për Çimpekën dhe që ishte ai i pari që denoncoi televizioni Benit. E pra. Po tani më lindi dhe që ishte i pari që denoncoi rastin e paralajmëroi sa të rastin e Ergy Sagasit, me sa mbaj mend. Mos janë narrativ të dy ata? I pari që e ka ekspozuar Ergy Sagasin ka qenë Artan Hoxha. Por si çdo gazetar kritik është konsideruar i pabesueshëm. Dhe pas Artan Hoxhës erdhi konfirmimi nga Arben Ahmetaj. Ishte konfirmim Ahmetaj. Po kjo u bë më virale kjo e Arben Ahmetaj, se diskutoi një intervistë. Ministri flet nga Arratia, normal që të ishte. Është. Edhe një intervistë një javë të japi, ai prap shumë virale dhe. Ai duhet ta bëj kështu më. Shtona të bëj një podcast atje nga është. Edhe një podcast tjetër. Dhe të tregoj pafund. Shumë interesante. Si ndihesh ti, domethënë se dua të bëj një lidhje të fortë të fillesave të tua në gazetari, ti me çfarë nuk e marr, po. Përveç sportit me të gjitha. Me të gjitha. Po dhe sporti aty brenda është, se po më more me showbiz, me para e me në fakt unë kam stimuluar, do të tregoj një gjë pastaj për sportin dhe showbizin. Jo, ma tregoj që tani se s'ka gjë, do ta bëj pyetjen. Kur drejtoja revistën Mat, që kishte një konsum personazhesh të llatarshëm, kishte një debat me Botusin, po edhe me kolegë tjerë. Sepse sigurisht unë ndiqja mediat huaja dhe mediat europiane, angleze dhe italiane kryesisht, kanë sportist velin, binom fenomenal për tabloid. Ndërsa ne, kur unë e bëja atë gjë, flas 2005, 2010, kjo dekada. Edhe që ishte shumë i ri atëherë. Po se unë kam fillu... Po, ke filluar shumë i vogël. Në televizion 17. Po. Në llogaritë isha 19-20 kur drejtoja revistën Mat. Dhe debati im ishte që ore duhet fillojmë të stimulojmë ne personazhet e sportit, se nuk e nxjerr dot Bleona që rretin javë për javë në kopertinë. Mbaroi dhe Çilieta, atë ishte Sinani, ku dëgjon, Shpat Kasapi ishte në kulmin e vetë ndjeri. Nuk prodhojnë dot këngëtarët kaq shumë, se këngëtari ka interes kur ka një produkt. E nxorri këngën, po do të bëj. Erdhi faza koncerteve, erdhi vera, erdhi Krishtlindja, kaq. Të vdes këngëtari në vjesht, në pranverë, nuk të hymë punë. Kush prodhon lajm javë për javë? Sportisti, ai ndeshet javë për javë. Ai përballet edhe performanca e tij varet nga java në javë. Ai ka çfarë të thotë javë për javë. Dhe ideja ime ishte që të investonim sa më shumë që sportistët t'i kthenim në material showbizi dhe ajo pastaj sigurisht gjeneronte të shitje. Dhe kjo ka funksionuar në mënyrë të llatarshme me disa futbollistë, të cilët sigurisht kishin plotësonin ca kushte, Devi Muka, ai kapiteni Dinamos, Redi që u martoi me gozën e mentor Petrelës. Redi Jupi. Redi Jupi, ishte një lojtar tjetër. Ai ka qenë pak si ky burri i Victoria Beckham. David Beckham, shqiptar, po. Ka qenë një tjetër që s'jam mbaj mend emrin tani, u martua me një gocë që ishte speaker në Top Channel,
prezantuese, imazhi Lori Kafes atëherë ishte ajo vajza që ngjatet. Është dukur nga qarkullimi. Ndaj u zhduka se u martua me futbollist? Po, atëherë lajmet për atë çift ishin. Po. Vu. Dhe sigurisht shitjet ishin rekord. Dëgjoj, se e kam menduar shpesh, nëse ka një arsye pse duket e ikur për dhjam qeni gazetaria sot, është distanca e krijuar mes gazetarit, produktit mediatik dhe shikuesit, konsumatorit, por si blerës direkt, jo si pësues. Pra, jo si një që ka të drejtë të hapi YouTube-in dhe të shofi punën tënde, po si dikush që abonohet për ta parë, apo e blen në atë moment punën tënde. Nëse vetë gazetari punon me idenë që duhet bëj një gjë që të jetë interesante, e vërtet, dhe të ketë disa parametra profesional dhe ta shes, sigurisht që faqet e para, lajmet kryesore do ishin krejt të tjera, dhe patjetër besueshmëria e këtyre njerëzve do ishte krejt tjetër. Shumë këndvështrimi i bukur ky, po ti jo vetëm nuk e bër namin atëherë me revistën Mat. Çka kam bër? Se mbaj mend çka kam bër ti. Ti krijove, ishte krijesa jote. Pia shumë atëherë Klotila, nuk mbaj mend shumë gjëra. Krijove një gazetë tabloid që pas Matit ishte. Pas Matit që do të ishte ime. VFLP, vdekje fashizmit, liri popullit. E bëra për të tallë me komunistët atë. Imagjino një djalë i ri në gazetari që bën këtë satirën e fortë ose çfarë mund të quhet tallje trapi, le ta themi kështu. Harroj që në podcast mund ta themi këtë. Mund ta themi me atë epokën ku ne kemi lindur, por nuk e kemi jetuar totalisht. Ja vura emrin VFLP dhe poshtë me gërma vogla thoshtë aty VIP, fashion, lojra, personazhe. Po, luaje me dy standarde, vajmën. Edhe shkoja ndonjëherë në mëngjes, nga që ishte gazeta ime dhe kjo ishte pjesa më e madhe e qenit. Kjo ishte gazeta jote? Po, ishte ime e gjitha. Ishe pronar? Pronar, botus, redaktor, sklav, marangoz, hamal. I bëjë të gjitha vetë, po. Sigurisht, u rritëm pastaj se qëndrova. Kompleti pa aftë në biznes, por gazeta nga që shiti mirë, gazeta shiti mirë dhe që rezistova, arrita do të rezistova, po ishte e kot, pa administrim biznesi, ishte idiotësi e të mërshme. Plus që vetë modeli i shtypit ishte shumë i vështirë, për cash flow. Pjesa që më pëlqente më shumë ishte shoqëroja ndonjëherë atë menaxherin e shitjeve në mëngjes, edhe janë këto pleqt që blejnë të parët gazetën. Shikve, vëfëllë, po ta ke merte. Ikte 500 lekëshi. Dhe hapte aty, dilte në i shal. 500 lekë kushton të? Po, dilte në i shal, në i cicë aty, e mbyll të gazetën këshëmi. Sa e bukur. Tani, ja, shumë e bukur, ke luajtur me dy standarde. VFLP dhe nga ana tjetër ke dashur të tërheqësh vëmendjen e brezit, moshatarëve të tu dhe më të rinj. Po, është e vërtet, kam dëgjuar atëherë një tash e them që një numër komplet u zhduk nga qarkullimi për shkak se ti guxove të publikoje një histori mëkatare dhe të fshet mes një politikani dhe një këngëtare të famshme. Emrat nuk e dia duhet i them, po. Më mirë jo. Na e kurse. U zhduk në mënyrë misterioze, jo nga unë. Unë arrita ta çoj në treg. E çova nëpër kiosk. Se si e bën nuk e di, po e di që së gjendet. Pyete, çfarë ndodhi me ato numër? U ble? U blen në 6:30 mëngjesit e gjitha. Bravo, të qoftë. Sa vjeç ishe atëherë? S'kisha bëj 20. S'kisha bërë 20, e vogëzuar për Flavion. Për kur ishe 20 vjeç, e meriton. Për Flavion, kur ishe 20 vjeç. Meriton. Po si të lindi kjo dëshira për të hyrë në këtë botën e showbizit, sepse showbizi atëherë, e di si bëj showbizi atëherë, se jemi pak a shumë njësoj në këtë hyrjen e atij tregu. Në fillim, për shembull, bëj titulli vetëm mjafton të kishte tradhti në një tekst këngë dhe këngëtari filan tradhtoi gruan. Domethënë komplet fantazi e kot. Edhe futëm unë pastaj me shpatë. Hyn ti me shpatë edhe hyn aty ku s'mund të hynte askush, hyn tek një tradhti bashkëshortore. Me çfarë guximi e bëje? Me guximin e moshës. Të moshës? Do e bëja tash. Nuk do e bëje tani vërtet? As. E para njëse mendoj që më duhet mua. Po, ashtu është. Do e bëja vetëm për një zyrtar në pushtet, se lidhet me
moralin e tij publik. Për këngëtar, për çdo e bëja dot. Por dëgjoj, arsye pse e bëja atëherë ishte shumë e thjeshtë. Unë kam bërë të njëjtën që gjithmonë. Nëse për shembull, do futesh me emision mëngjesi, i pash për disa javë të gjithë. Çfarë bënin, çfarë s'bënin, çka kishin mirë, çka kishin keq, çka kishin mirë. Dhe mbi të ndërtova strukturën asaj që unë do bëj dhe vizitova vendin tim në këtë treg. Me dhunë apo me forcë, dhe është vendi im ai, nuk ma merr dot njëri dhe nuk e bën dot njëri si unë. Me të njëjtën qasje ju ofrova edhe showbizit. Çfarë po bëjnë gjithë ta? Çfarë bënte suplementi i gazetës shqiptare. Nëse të kujtohet. Ka qenë Panorama dhe gazeta shqiptare kishin suplement showbizi. Edhe pak revista, Spektri bënte pak showbiz, e kështu me radhë. Unë këtë idenë për të futur në showbiz e pata vetëm se nuk doja të mësoja në lëndën e revistës të Fred Pezës. Kur ishe student e gazetaria? Se ke qenë student i Fred Pezës? Po, lëndën e revistës më jepte Fredi. Dhe më tha, o do bësh provim, o do bësh punim. Ishte shumë më shkurt me bë punim. Dhe punimi vetëm që mund të bëj me një paragraf ishte tabloidi i parë shqiptar. Vetëm foto dhe përshkrime me tituj bombastik. Ka që ishte punimi im. Që të bja sa më shkurt. Sa i zgjuar. Që të bja sa që më të mësoja fare. Edhe çfarë të tha Fred Peza? 10. 10. Dhe Fred Peza pastaj më lidhi me Pandi Laçon, që më lidhi me botusin e grupit Jeta, që ishte grupi më i madh i kohës. Më thanë, ore, pse se bën ti këtë? Bëj revist, drejtoje vetë. Drejtoje. S'kisha... Një vit kisha me makinë, me vetë makinën kisha drejtuar deri në atë moment. Edhe Felix Bilani ka qenë drejtuesi i parë. Po, kanë kaluar një sër fotografësh, paparacësh, sepse skema ime ishte e thjeshtë. Ndryshe nga të gjithë tjerët që kishin foto të gatshme, unë kisha paparacët e mi. Dhe kjo bënte dallimin total në përmbajtje. Unë kisha foto ekskluzive, foto të panjohura, i nxirrja gjithë shumtuar, djersitur, zhgarapitur. Dhe ishte... Më thënë, paparaci ka për detyrë, se këtë kam bërë edhe unë për shumë vite, shumë rastësisht nuk e di. Po, edhe fotografi kishte për detyrë të nxirrte sa më keq, jo sa më bukur. Sigur, ai është lajme. Edhe kështu po dhe mbi të gjitha pastaj dallimin e bëri qasja ime në tituj. Unë nuk kisha dalë për të bërë shok. Kisha dalë për të bërë punën time. Kisha dalë për shokët që doja të bëja ishin lexuesit. Dhe e kam ndjerë këtë gjë. Seriozisht e kam ndjerë në shifra, në tirazhe. Që kishte sukses. Sigurisht. Normal, se kjo dallon një gazetar të vërtet nga një gazetar që mund të konsiderohet një lëpirës ose një... Ka disa ashtu, po që nuk e dija duen futur të klisa e gazetarve. Se që ka ecë keq dhe atyre, problemi është që e kam menduar, për nuk e bëj dot. E ke menduar? Nuk e bëj dot. E kam menduar pëse se bëj dot, po. Thjesht është ashtu, thjesht. Njeriu duhet jeti sinqert me veten. Më përmend dhe pak Alfred Pezën, që e ke pas pedagog. Si e prite dorëheqjen e tij nga Radio Televizioni Publik Shqiptar? Sepse është një institucion shumë i përfolur, të pak në këto vitet e fundit. Unë kam punuar në RTS 14 vjeç. Deri 17 vjeç. Dhe nuk e kuptoj dot institucionin e TVSH-s. Për mua është ajo gjëja ultra profesionale, po shumë e ngrohtë nga një fëmijë. Ku unë mora zanatin. Ndihesh e mirë? Absolutisht ndihesha. Dgjoj, ëndra ime ishte të punoja në media, që fëmijë. Mu realizua e ëndër për mua aty mbaronte, e kisha kapur horizontin. Dhe nuk e kisha arsyetuar nga brenda ndonjëherë radio televizionin. Por di, për fakt, që për mirë apo për keq, Fred Peza e vunin punë atë gjën. Ja hoqi me mangat atyre njerëzve. Dhe aty ka pas shumë njerëz që i kisha lënë unë kur kisha qenë 14 vjeç. Që vazhdonin kur kisha shku 36. Që ishin të njëjtët që sigurisht ishin të njëjtët që s'bënin asgjë. Me shumë seriozitet. S'bënin asgjë. Kështu që fakti që Fred Peza doli nga politika për t'u marrë me TVSH-n
Dhe doli nga TVSH-ja, unë them që është tregus që e ka humbur betejën edhe me kraun e vetë politik. E kanë tradhtuar, e kanë shitur ata të parët. Sepse u fut TVSH-ja në treg me Fred Pezën. Dum apo s'dum. Unë s'kam asnjë marrëdhënie, asnjë interes. Shumë e vërtet. Ta them këtë me brutalitetin më të madh të mundshëm. Shumë miq të mi aty brenda ankoheshin se ishte i lodhshëm për ata. Por i ftoja miqtë e mi që të punonin privatin e ta shihnin sa del bytha vendit, nëse mund ta themi. Po, ju mund t'i themi të gjitha këto në YouTube. Dhe kështu që në atë aspekt, pavarësisht se çfarë pikash më ndajnë mua me Fred Pezën, dhe ka shumë gjëra që më ndajnë, besoj më shumë, për atë gjën Fred Peza ka vlerësimin tim. Po, e vërtet është. Dhe jam absolutisht i bindur që ka qenë inside job e kanë tradhtuar nga brenda të vetët. Nga brenda RTS-s? Edhe RTS-s, edhe PS-s. Parti Socialiste. Të dyja. Po ajo historia që doli dhe u bë shumë virale? Cila histori? Blerta Tafani No. Nuk shoh asgjë ka historia. Vërtet, ë? Nuk shoh. Edhe do doja mos ta komentoja për edhe blertën e kam i kesh. Jo, thjesht bo publike. Patjetër që dhe ne nuk kemi ndonjë Kisha dëgjoj. Interes ta komentojmë tani. Jo, problemi është që Jo, po flasim për fenomenin më shumë, jo se do merremi me këtë histori. Nëse do ishte ajo historia thelbi, nuk do kishte lëviz për 100 vjet nga TVSH-ja. Se TVSH-ja ka pas histori shumë më të këqija. Shumë më të egra, që sigurisht do i them. Shumë më barbare, edhe shumë më Në podcast thuen këto të gjitha. Jo, kam refleks televizionin mëngjesi. Pra, kam orar mëngjesin në mendjen time. Hiq dorë nga televizioni. Kam orar mëngjesin në mendjen time. Edhe kështu. Nuk do i kishte prekur kurse si po t'ishte për atë motiv. Ajo ka qenë motiv krejt tjetër dhe inside job. E the fix. Tani nga showbizi në politik dhe je një gazetar. Nga showbizi kalova në kronik. Në Kronikën e Zezë? Po, Kronikë Zezë, thellim, reportazhe dokumentar për Top Channel. Në pasdite në Top Channel? Po, aty fillova të ndjek shumë aktualitetin. Dhe ajo ishte një tjetër shkollë, për jashtëzakonshme. Po pse s'ndalove te Kronika e Zezë, për shembull, të ishe në këtë... Po dëgjoj, mua nuk më pëlqen Kronika e Zezë në kuptimin klasik të fjalës, që u vra ky, u therr ky, eci me viktimën tjetër, me aksidentin tjetër, me kriminalin tjetër. Aty s'ka asnjë lloj bukurie brenda asaj të keqes që ndodh, më kupton? Pse funksiononte pasditën Top Channel? Se është skem shumë e thjeshtë që nuk e di pse mediat këmbgulin ta dhjesin. O zotëri, me çaj ka emisionet e pasditeve sot? Topi, Klani, Vizioni. I kanë gjitha me manikyr, pedikyr, depilim. Ky është emisioni pasdites. Cili ishte projekti jonë, që kur e bënim, audienca ishte 30-1 në favor të Topit, kok më kok me Rudinë Magjistarin. Ne bënim aktualitet, thellim. Topi, Klani bënte gjën e vetë Rudina, që ja bën shumë mirë prej shumë vitesh. Por audienca ishte 30-1. Pse? Ke edicionin e lajmeve 3:30, 4:30, që ikin lajmet shpejt, politika kjo, jo, drejt shejtan, bota, ku dëgjon se çfarë. Disa nga këto lajme, ngjarjet më të rënda, tragjedit, aksidentet. Çfarë bënte pasditja? Drejtoi atëherë nga Arbana Osmani, prezantoi, unë bëja reportazhet, bëja dhe lidhje direkte. Ne ndalonim ke disa nga këto lajme, thelloheshim. Për shembull, ndodhi masakra e Vidohovës. E dhanë gjitha lajmet. Mbaroi, iku, u arratis autori. Ne ishim vetëm grup xhirimi që shkuam atje, që intervistuam familjarët, çapo ndodh, si shkoi, pse, qysh tek, dhe bëmi një reportazh që ja sollëm këtu, bëmë lidhje direkte nga atje, nga vendi më i humbur i dynjas. Po. Dhe sigurisht që ajo kishte më shumë interes se sa një temë për turizmin. Më kupton? Po, patjetër. Kaq, ata duhet të rikthehen ke aktualiteti. Që është idiotësi e madhe ajo që bëjnë ata që e konsiderojnë pasditën si orar grash. Dhe nga Top Channel ike me një lloj konflikti.
Po, një Atëherë, idiotësi e çfarë madhe. ndodhi atëherë, ma tregoj një herë përfundimisht se dëgjoj të copëzuar në për rrjetet sociale. Që thjesht Top Channel s'pati besim ke unë, pati besim ke një idiot. Që ishte? Kush ishte? Historia ime e preferuar. Tregoj pak. Po shkurt, që t'jetë edhe si Barsalet, më kupton? Po është Barsalet. Do të thënë, unë e kam vujt shumë. Po Atëherë. e tregoj dhe më zbavit. Shkoj ke bankomati dita pare e vitit, 2 ose 3 janar. Sigurisht s'kishte dalë akoma festa. Rroga, s'të kështë dalë? Jo, pija. thashtë te rroga. Rroga. Jo, rroga ditë dhe desh shumë mirë. S'kishte dalë pija e vitit të ri, dhe shkoj te bankomati ku shkoja gjithmonë. Po, Fus kartën në bankomat, shtypinin, dalin lekët, 20.000 lek, i marr, iki. Mas 6 muajsh, po, vjen dikush nga banka, nga Raiffeisen, dhe thot, dëgjoj, bankomati ishte me defekt. Parat që kanë dalë ty, kanë qenë të një klienti para rendës. Mund në e këthesh? I të pa tjetër, më dërgoj një letër, më jep një letër, se me lafe, sa njerëz vinë kërkojnë lek, po. më jep një letër, një dokument, dhe s'ka asnjë problem. Okej. Ç'kishin bërë këto 6 muaj? Që të mos i jepnin lekët klientit para rendës, ishin thënë bëj ti kërkesë në prokurori. Dhe kërkesa e prokurorisë shkon sigurisht për djenin Top Channel. Ishin kthyer lekët. Kishte ecur jeta, kishin kaluar dhe 6 muaj tjera, dhe Topi më thot ti ke vjet 200.000 lekë, se kështu pretendon një prokuror. Që më falë, ju më jepni 10 fishin çdo muaj, si mund të besoni që unë kam aftësinë teknologjike që të thyej bankomate. Jo e ke bërë. Okej. Me të shara, sigurisht. Me të shara, po kështu ka ikë? Se më duke e pabesueshme që s'kishin besim ke unë. Jo vetëm që ika, po kaloi kjo historia. Kaluan dhe ca muaj tjerë. Prokurori më merr, më arreston ditën e ditëlindjes Timeti për grabitje banke me anë të mashtrimit në bashkëpunim. Dhe kush ishte dëshmitari që vinte në gjyqje dhe qante për mua? Klienti para rendës, që ta orë s'ka lidhje, s'punon të bankomati leta i orë aty të prit lekët i ika. Jo, të është prokurori, ky ka vjedhë, unë e di. Edhe sigurisht humbi në shkallë të parë, prokuror, fitova në shkallë të parë, shkallë dytë, se aty mbaroi, se pastaj u dorëzu prokurori dikush, se s'kishte asnjë provë, që tregonte që unë kisha grabitur banka. Tash prokurori, po mirë më vllai, pse grabita 200.000 lekë, qofse kisha aftësi me thy bankomate. Por sigurisht ajo gjëja më kushtoi 2 vite shumë simpatike të jetës time. Ajo ma forcoi akoma më shumë neverin për prokurorët në përgjithësi, edhe për prokurorin. Kështu që imagjinoni që nuk është se jam fansi më i madh i Spakut. A priori. Nuk je fans, duhet ishe. Jo, s'jam. Me ato që dis, nuk jam. Edhe si rregullove marrëdhëniet me Top Channel pastaj? Çfarë ndodhi që u riktheve si ftuar, se s'besoj se ke qenë më si një punëmarrës? Po s'dua të rikthehem, më kanë Jo, ofruar. them që të kanë ofruar. Po. Çfarë pozicionesh të kanë ofruar? Të mira, nuk po i them për respekt atyre që i mbajnë ato punë tani, po nuk kam ndërmend të rikthehem të punoj atje për momentin. Unë pata që atëherë më pas komunikim me Lorin, me njerëz tjerë, pati një kështu si kërkim ndjese gjysmë formale, por prap shija e keqe ngeli, edhe sepse ata duhet bëheshin me mua në atë moment. Se përveç pjesës që unë mund ta provoja fare mirë që s'kishte asnjë dashakeqësi nga ana ime. Ishte shumë e lehtë e provueshme. Po mbi të gjitha ata kishin qenë për aq gjatë dhe sjellja ime për çdo ditë kishte qenë shembullore. Se dikush që ka një tendencë për të bërë një veprim caktuar, ka gjithkohës atë. Po, o vjen me vonesë, o abuzon në një mënyrë apo në një tjetër. Më kupton, ka gjithmonë tregus. Ndërsa kur ti je i përkor edhe kretë papritur, del që qenë ke një mastermind i krimit edhe grabit banka për vitri,
Është që ke çuditshme. Është, kjo e viti të ri. S'ja fal. Kush është ai e mëmës? Është të spaku tani? Jo, s'është ke spaku. Sigurisht që do dështonte ai. Është në karrierë apo? Dikush u kujdes që mos kishte më karrierë. Vërtet? Ha. Ka qenë një nga gjërat që më zbaviste më shumë. Të kujdesesh aq ai mos kishte më karrierë. E po mirë. Më thënë, hakmarrja. Zoti është i madh, hakmarrja. Hakmarrja në pjatë ftohtë apo të ngrohtë? Gjithmonë ftohtë. Gjithmonë të ftohtë? Se na uftofën këto gatimet që ti e mban mend bota është me rrota, e mban mend që na ftoje ti? Na vërtet është. Dhe na servirje pjata të tilla, na ftoje për degustimin e verave italiane dhe mbar botërore, dhe ja ku vjen dita që të ftoj unë. Ai ka qenë biznes shumë zbavitës. Vërtet, ti ftoje miq, të tut, po që nuk kujdesesh shumë që të ishin miq me njëri tjetrin. No, fare. Se mbaj mend kam qenë në Panorama dhe kemi bërë një shkrim që si bën bashk Flavio këto njerëz që ishte vera shumë e mirë, shumë tunduese. Domethënë trokisin gotat më shumë se 3-4 herë edhe harronin që nuk ishin miq me njëri tjetrin. Tani është ky vendi bosh këtu që do vi dikush. Okej. Surprizë për ty. Mik apo si punë atyre miqve të eventeve të verave? Më duket se mik, fraksion armik për momentin? S'kam armiq. Nuk e di. Kush më ka mua armik, okej, po unë për vete. Ose mik, hatërmbetës? Nuk se di. Unë përgjithsisht jam e kujdesshëm me miqt. Të shohim. Unë them që jam e kujdesshëm me miqt. Të shohim se si do përballesh me këtë surprizën. Ti gatuan këto gatimet që vinë nga deti dhe jo nga bota shtazore? E kafshëve, domethënë, gjatë një kuq, toksore, po. Po, pak, se sigurisht kërkon një ekspertizë shumë të madhe, po kam zbuluar pasion për gatimin. Nga që unë ha në mënyrë të caktuar, këto kohët e fundit, edhe jam bërë shumë i kujdesshëm. Po, se më thej që ke humbur? Jo shumë, një 20 kg kam humbur. Pa Ozempik. Pa Ozempik, se është bërë Ozempiku, kryefjala e të gjithëve. Po dhe nuk e tregojnë shumica. Po duken në ti të shqisë. Duken, se çfarë të bën Ozempiku? Më duket se të plak në fytyrë. Po të heq komplet masë muskulare, të hollon shumë. Po në maj u zgjodh njëra, ishte 188 kg dhe në shtator ishte 70, tash i sekondë, nuk është me dieta, se i kena provu ka 100 herë dietat. Po, jo, jam bërë shumë i kujdesshëm edhe sigurisht kam fillu gatuj shumë. Gatuan? Gatuj shumë. Më zbavit, përveç se është pjesa kryesore e kujdesit për veten, është më zbavit shumë. Për gocat nuk gatuaj tani që e mendoj. Për gocat bëj vetëm makaronë. Vetëm makaronë ato ka qenë? Ato ditë bëj, për gocat. E ke nga... Je i lidhur me këtë kulturën italiane ti? Se emrin e ke pak latino-italian? Jam. Po Flavio, me ato flokët e argjend, vetëm gocat këti, se vetë nuk ja, po ashtu ka qenë i vogël. Se kështu përkthehet e emri Flavio. Një njeri me flokë të argjend, i argjend. Të artë. Të artë, po. Ka disa versione për të artë. Po, të artë, jo të argjend, se argjendi është gjurë tjetër. Argjend është tani. Po, argjend është pas 40-ave. Si kam bërë akoma, po, ikën. Jam shumë i lidhur me kulturën italiane. Më pëlqen shumë. Italishtën e kam mbrojt ke Universiteti Roma 3. Çfarë thua, vërtet? Po, në moshën 11 vjeçare. Po, sa interesante kjo. Po, më pëlqente shumë. Ku si e mësove italishtën? Nga televizori, si 99% e brezit tim. Thjesht e mësova shumë mirë nga televizori. Edhe vazhdon më zbavit. Më pëlqenin atëherë shumë gjuhë të huaja, po thjesht nuk është se kishte mundësi për ta pasur si pjesë të zanatit, po për kënaqësinë time. Edhe vazhdoj të kem akoma një vesh shumë të mirë për gjuhë të huaja, edhe nëse shkoj për fundjavë në Greqi apo në Malzi. E kap menjëherë, mjafton 2-3 këngë, pak diskutime në kamarierë, me shitës kioske edhe... Po, se ti bënde ironi, ti dhe... Jam mirë pastaj për të marrë vesh, për të rrotulluar. Ti dhe kur shkon në Saran, të duket si kur bën pushimet në Greqi, se të hynë valet. Hynë valet, laftarira shqiptare. Je shumë i lidhur me kulturën italiane, the? Me kulturën italiane jam shumë i lidhur, kam punuar
me Italinë, ka punu për media italiane. Po, se këtë kisha ndërmend të pyesja, do të thonë, ke tentuar ndonjëherë të bësh ai gazetari i rajonos, Mediasetit, këtyre televizioneve të famshme? Nuk e kam provuar. Kam shkruar për media italiane, kam intervistuar Ramën për media italiane, kam zgjedhur. Kur qa viti? Në faqet parë, do të ketë 10 vjet ndoshta, 2016-ën, 2015-ën, ishte akoma njeri normal. Për opinionin tonë. Ti nuk punoj të syri atëherë? Jo, unë atëherë punoja për mediat italiane atëherë, së di në periudhë. Edhe ishte intervist me shkrim? Po, për revist. Ua, çfarë titulli kishte, mban mend? Ja, se mban mend. Se mban mend se vura unë titullin, po ta kisha vënë unë do e mbaj mend. E vendosën ata? E vendosi redaksia në Milano. Po, dëgjoj, atëherë nuk ishte ky që është sot. Atëherë nuk dinim këto që dim sot, dhe atëherë nuk ishte bërë këto dëme që ka bërë sot. Ishte akoma e faza, ishte shumë ishte më shumë artist, po. Më shumë artist se sa politikan. Jo, është e njëjti rrugtim që ka ndodhur edhe me Velien. Edhe Velia ishte shumë cool në fillim, ishte shumë qef të shoqërohesh me çunat e mjaftit apo të ishe në aktivitetet e tyre. Pastaj gjëja degradoi dhe sigurisht për këtë arsye edhe një pjesë e madhe e publikut ka kështu zhgënjimesh paradhënie, se janë djegur nga qulli i fryn kosit me seriozitet shumë të madh. Më thënë aty mbeti tentativa ose në një farë mënyrë ti e plotësove si një lloj pasioni. Unë nuk kisha kam një eksperiencë të tillë me këto mediat e huaja. Për shkak të kontakteve, mu dha një mundësia për të bërë një vit në Hollandë, televizioni shtetëror atje. Edhe unë jam fëmijë vetëm. Biles atëre sa për kisha marrë ofertë nga topi, që unë i vetëm, 22 vjeç. Të rria në Hollandë, gjysë emigrant, bëja stazh në televizion atje, apo t'isha këtu për qefin tim. Se këtu edhe bëje edhe shijoj jetën ti. Pikërisht. Edhe kështu që. Edhe prandaj as nuk mendova që do punoja për mediat italiane në atë kuptim që transferohesh, atë se unë s'e kam menu kurrë transferimin ose largimin. Tani po, si prindem, edhe e kam menduar. Tani e mendon, je djali vetëm dhe ke sjellë në jetë 2 vajza. Je baba vajzash. Si e përjeton të qenurit një baba me një partnere tjerë zakonshme, duhet ta themi, që unë kur moderonte ajo netët e degustimit të verave, kujtova se ishte italiane që kishte mësuar shqip, aq bukur fliste, aq fisnike, përveç se e bukur. Flavio Qari, baba gocash, si e përjeton të ngjarje të rëndësishme në jetën tënde, djaloshare? Me mistik çdo ditë. Aha, me mistik. Si quhen gocat? Gaja dhe Eden. Sa bukur. Eden? Eden. Gaja është e madhja, Eden është e vogël. Është e çuditshme, është nuk vazhdon duket sikur s'është e vërtetë. Vërtetë? Çdo ditë. Po jam shumë i lumtur. Je i lumtur që nëna e 2 vajzave tua është Hilda, prezantuese interesante, por që tani po merret me ajo është pjesa më e mirë e gjës. Vërtetë? Jam shumë krenar për atë që bën si mami atyre gocave. Si u njohët ty të dy? Ishte dashuri nga ato që të tund themelet? Po. Ishte, ha? Ishte. Nuk e di për tundje, themelesh, po kam përshtypjen se ishte e kundërta. Çdo që ishte thjesht edhe e qartë edhe e qetë. Mos ndoshta kjo është dashuria e vërtet? Them se po. Është ajo dashuria që të sjell paqen, jo që të sjell. Jo, në themi që ja kam thonë vetëm Hildës. Në çdo marrëdhënie, unë mendoja se i ndodhte të gjithëve, po mbase më ka ndodhur vetëm mua. Gjithmonë njeriu ka ca prapamendime, ca pikpyetje, ca paqartësira, ca
frikrat vogla, si në fillim ashtu edhe më pas. Ca përpjekje për të ruajtur egon, krenarinë e vet, ca pikat e errta, më kupton? Gjëja e parë që ndodhi me Hildën është se s'kishte asgjë nga këto. S'ekzistonte ajo ide e frikës, për shembull, nëse e bëj këtë, do ketë pasojë, s'ekzistonin këto. Kështu që thjesht ishte çdo gjë shumë e qartë dhe shumë e qetë. Edhe e paqt. Ishit koleg kur u njohët, apo? Jo, unë e ftova që të vinte të bënte emision e mëngjesit. Unë e pash te Vizioni këtë. Shishi. Po. Te Vizioni? Kjo bënte emision e mëngjesit te Vizioni. Unë po kërkoja për bashkëprezantues për emisionin dhe duke kontrolluar, shoh Vizionin dhe për herë të parë Vizioni kishte prezantuese shumë të mirë. Dhe sa mirë pas ke parë Vizionin? po kërkoja për prezantuese. Dhe sigurisht i kontrolloja emisionet e mëngjesit atëherë. Dhe i shkruaj dikujt që njihja që ma gjej pak të gocën. Okej, biseda shumë profesionale, takohemi, të lutem për këtë gjë. Dhe pastaj vazhdova duke më refuzoj me thjeshtësinë më makabër të mundshme, nëse s'bëra zhurmë, më refuzoj kështu barbarisht. Ta jo, faleminderit, s'ka shanse. Po ku i shkrove ti në Instagram apo në Jo, telefonova. Pastaj vazhdom një lloj. Po jape fotot, jape profilin në Instagram në fillim. Jo, e pash vetëm në ekran. Mbaj mend si tani çka kishte veshur, çka make-up i kishte, si i kishte flokët. Edhe nuk e mendova për vete në atë moment. Më duk me vërtet thjesht figurë jashtëzakonisht e mirë dhe mbi gjitha e talentuar dhe një artikulim të jashtëzakonshëm. Artikulimi Dhe kjo e ka fantastik vërtet. Të doja të kisha në krah në kuptimin profesional të fjalës. Më pas vazhdoi një marrëdhënie që nuk u nis me pretendime shumë të forta, ishte thjesht një marrëdhënie kordiale, profesionale. Dhe në një moment pastaj ndodhen gjëra shumë të bukura edhe U dashuruat? Dhe vazhdojmë edhe bashkëtuar. duke la maj më pas. Ti ke bërë një deklaratë njerë që siç marrin ato hovin dhe johonën gjitha deklaratat e tua publike, diskutohet. Po ajo ishte shumë e fortë. Pat keq. Ti e thua kështu si me qetësi, si natyrshëm. Unë them vërtetën time gjithmonë. Po the kështu që femrat ose vajzat shqiptare ndahen në dy grupe. Ato që janë vetëm për seks dhe ato që janë për të marrë në shtëpi. Si bëhet kjo? Mund ta tërheq. Ta tërheqësh tani? Sepse e di pse? Mbaj më çfarë do thuash. Jo, e di pse? Sepse është dhe një shprehje që thotë që femra ideale për një burr është ajo që është kë në krevat dhe zonjë në kuzhinë. Ti pse i ndave kështu kaq? Se mbaj mend, ishte periudha që pija atëherë, nuk i qëndroja asaj, nuk di nëse i qëndroja asaj deklarate. Nuk i qëndron. Nuk e di nëse i qëndroja apo jo. Dhe nuk e di pse u bë kaq virale. U bë shumë virale. Tani Jo, thjesht i vetmi merak që un kam është që un për mirë apo në të mirë dhe në të keq nuk përfaqësoj vetëm flakën. Atëherë në çdo gjë përfaqësoj vetëm mendimin tim. Tani më duhet kujdesem për disa gjëra të tjera. Dhe nëse pas çdo gjëje që kam bërë në jetën time, para se të kisha vajzat, kisha një mënyrë të arsyetuari të caktuar, por kishte gjithmonë një fill mendimi që i bashkonte të gjitha lëvizjet dhe veprimet dhe mendimet e mia, që nga dita që ka lindur Gaja, që ka lindur në prill të 2023-shit, çdo gjë që unë bëj ka një fill tjetër ku janë dhe ato në ekuacion. Dhe prandaj nuk mendoj as në të njëjtën mënyrë për shumë gjëra dhe as nuk mendoj për shumë nga ato gjërat që mendoja më përpara. Edhe shumë e kuptueshme është kjo, po shpresoj që të bësh edhe një çon bashkë me Hildën. Pse është e detyrueshme? Po. Si fillim do të flej mirë. Sa kohë do të flejmë? Flejmë gjumë. Po vdesim për gjumë.
Jeni pa i gjumë. Po vdesi për të fletë gjumë. Me Hilda nuk bët partner në televizion? Hilda punoj të styri për... Ja, a ishit bashkë? Ja. Në ato studion e mëngjesit, kur? Asi dit. Po ke qenë me një personazh tjetër ti? Me ka po? Ka që me disa? Po me një që mund të konsiderojmë shumë të famshëm edhe një njeri që është, si thuash, Hilda e nxori nga errësira e nxori në Gent Pietri. Ka dalë në për intervista këto kohë. Po pra. Se qëto të gjëra. Ka thënë që Flavio më tha s'to vish më. Si ishte e vërteta? Don't kill the man. Si ishte e vërteta? Ashtu ishte e vërteta. Ashtu ishte e vërteta? Po. S'to vish më. Po. Ka që pa më shishën me Gent Pietrin? E kundërta. Po. E kundërta është e vërtet. Tani, unë do të sjell dikë tani. Ha, Gent Pietrin. Jo, nuk është Gent Pietri. Okej. Është një doktor. Okej. Doktor Berishën. Okej. Dyshoj, po, okej. Se qa për në këtor, doktor Berisha? Dhe në gjumë. Atëherë, Gent Pietri do të sjell, Ja. doktorin e fiksit, që të përballet të thot ato pakënaqësitë tua, ja po pret aty e Ai kemi të sjell. vetat mia di ka idion. Pakënaqësitë tua me të. Gjende, po çfarë do këtu ti më për çfarë i vjen Flavius thua, po nuk e dije. E ka marrë dhe arme vete. Edhe me staf. Mostruaj. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Kjo ishte një surprizë. Si kaloni. Tani, O, primadora que da garmo. çakimie. Dëgjoj. I thash do të sjell doktor Berishën, jo tha besoj se vjen në këtë orë. Ai mbas edhe vin, po Nëse edhe për ty orari tërset është, mos bëj kështu si zog natë. e kanë kaluar edhe. E ikën ato kora. E të mungojnë në mëngjeset me Flavian? Mëngjesi mungon, me Ajo flavën kafe, botë. vërtet, ato kafet shqeto që pinit bashk. Kafe Edhe- unë, kam shumë. Nuk e di se çfarë pije shqeto, po këtu do pish verë shqeto. Do të ta mbush një gotë, apo i ke lënë pijen? Është verë e bardhë. Le të jetë si doj. Do e pish. Se kam problem po. Do e pish, Se ti e okej. thash jo unë, E po zyrtarisht e kena lënë alkolin apo? Atëherë, verë e bardhë për Gent Pietrin, i cili sa kohë keqe e ke lënë zyrtarisht? Pijen? Do e shkelësh sot? Ha. Era Apo e parë. lë kështu në ëndrat e tua? thuaj dhe ti dhe them unë. E lënë në ëndrat e tua? Gëzuar. Mirë se erdhe në Close Friends. Me miku, shi Flavio, shi që na bën me ujë. Nuk e ka ujë. E ka me kunjë më duket. E di Jo? sepse nuk e njoh Flavian sot, njemi shumë vjet para. Shumë vjet para. Pa. Ha fol tani. Fol tani se kështë shkuar aty në pikë të mëngjesit, tek Enkel Demi, dhe tek Te endel ç'kemi. Se i ka dhe folë tek fort. Edi Yoga, Po. dhe duke u ankuar për Flavio Qaren. Absolutisht suan baba. Unë do të dëgjova vetë, Atëre nxjerrni me pamë. do ta nxjerr me pamje. Po, nxjerrni. Qëse Se unë nuk më morite. nuk thash nuk më mori. Jo, i shkrova the, apo i telefonova, Thash tjetër gjë. po. Dhe e them dhe këtu është, le të dalim me frame, ma vjet. Në momentin tash që e mora për të hyrë një sezon tjetër, tash, i tash a jam ma, tha nuk jem ma dhe kaq. Në asi tash gjë, e pyeta, qëfar, tha, nuk jem ma, kaq. Të unë se zgjava, aty është, le ta ndjerë, e kjo thonë gënjej, ortodoxe i ortodoxun, në kjo thonë gënjej, aty është. Shpreja, frame për frame. E unë i thash Flavis do vi Gent Pietri i thash, dhe do të tregoj Pak të nësi, e Flavios për ty. atë e di e i,
Unë nuk kam thënë absolutisht. Unë dua t'i dëgjoj nga ty. Çfarë mendon ti? Po të ngeli atri u mërziten? Po, Shefi nuk ju bë. Gëzim nuk është, po. Kaq. Unë tash thjesht, e dija që jam i sakrifikueshëm tash, jam baf për baf, jam i sakrifikueshëm dhe e dija. Po kaq, nëse kam hapur gojën tepër, aty janë gjitha. Nëse unë kam folur, ortodoksën. Nuk jam besimtar të shtriem tokë, por unë nuk ja kur llafin, sepse në një moment më ndihmoi. Dhe unë nuk e moj. Dhe kaq. Po, ishit dyshe mëngjesi interesante ishit. Se kam qenë dhe unë në mesin tuaj, një nga ato emisionet. Flavia, pse nuk është në Gent Pjetri? Po, e bëjmë si emisioni Eni Çobani tani. Po, zonja Eni. Eni Çobani këtu. Zoti Flavio. Pse nuk është më zotëri? Kusha pjesa që njoni e që rrugin e pantallonave dhe shkon. Kam përshtypjen se arsyeja pse Genti nuk duhet të dali nga unë. Mbi të gjitha, Genti ishte periudhë shumë interesante për emisionin. Besoj se edhe Gentit i bësh shumë mirë ajo periudhë, që filloi me një reportazh të Syri, Këtë harruarit, që ishte emisioni Hildës. Po. Dhe më pas vazhdoi me eksperiencën tonë të mëngjesit. Po, Hilda ishte kumbara. U riktheve në një vëmendje të posaçme, ku të gjithë. Ajo që ja thyu rekorde shkallatash. Intervista me e klikuar. Po. Mund të Ajo ka qenë e themi vitit. Atë vit me statistika që na. Po. Para 3 vitesh. Dhe për shkaq që nuk do ishte elegante nga ana ime, ti thoja. Nuk ndodhi. Por ajo që mund të them është që unë fatmirësisht, siç besoj Genti e di, ndërgjegjen e kam të pastër. Korrektesën profesionale vazhdoj ta ruaj njësoj, besoj. Edhe dashamirësinë, sikur punonim të dy në top, sikur punon këtë syri bashkë, edhe në këtë tavolinë tani vazhdon të jetë e njëjta, mendoj unë. Se duket sikur të takojnë dy ish dashnore, po shok ishim, shok jemi. Ashtu po duket se Unë të desha dhe nga bomba, por tani s'karus. Më duk sikur për lot pa Genti, e? Ja, unë po them në pjesën e telefonatave herë kam qesh, po, i thash, pse ma mërë se memoria e kemi të fort. Dhe në telefonata si për djeti, telefonat dhe janë qudi dhe janë zotan rry. Këja këthete në nërë kur e te kalonin sakon unë jam mësuar me atë lloj formatin, madje jo për jo Favedi jam mësuar shumë para Flavio, sepse kam qenë edhe në Good Morning. Se 93 vjeç, normal që e ke parë para. Shokët e tu janë azil. Brezi Djegur, pra Brezi Djegur. I përvëlluar, po. Po, i Brezi Djegur ja bëre vetes si me atë këngën. Po, ne bëra për të tërgjën, nuk e bëra për të masit të kënë mrap. Qëlloj profecive të përmbushse. Ore. Në telefonat si për ishe një person, a i po flise në mënyrë zdrëngësi, kësë dhe duke e shpjegu, shiko, nuk është mirë, po për jep të ajë shpjegime, se për nuk e di pse e mori ajë, se nuk e besoj kjo të jep të ajë shpjegime. Ja prëv tani, ja prëv, po se jo. Shiko, ti mos më bëjt deontologji, tha, unë njële. Unë hapa dy ergoj dhe ta më leje, më regu. U troqe unë. Dorëm jashtë.
reklamave, po mirë, ke kom me i shpjegu, e më në kantin dhe në regjina tjetër, dhe unë s'kam një minutë kom me fol në tjetër. Si dhe për qatë të më thosh, kanë dhe shpjegosh atjetër? Po, ja, këshu vjen nësi vjen. Po unë, po. Pa. Se kur i deli zinxhiri dhe i deli zinxhiri, po, kur do e i, kur interesant. Tani hera e fundi që të kam takuar, unë ishe i dashuruar. Prap? Po, ishe prap pas një dështimi në dashuri. Tani, qa bëhet me jetën të sentimentale? E po, ka ca vite? Po më thua e me jetë një përcaktim ta kem. Nuk e mbaj mend fiks, por pas ndarjes nga partnerja që bashkëtoje, kishe njohur një vajzë tjetër. Si përfundojnë, nuk më duhet konkretisht kjo, po si përfundojnë përveç kontratave të punës, pse përfundojnë marrëdhëniet e dashurisë për Gent Pjetrin dhe si lind dashuria e re për Gent Pjetrin? Nuk jam si jam ata që të themi... Jemi të pa përgatitur për këtë pyetje. Nuk kemi për të tyra të zyshe. Se më në dhatin mi, po... Mirë gëzuar, mirë. Po, i dashuruar, ndihesh këto kohë, e kalove shumë Valentinin me ndonjë, se kështë bërë një status që ishe pa miq, pa shok, ja ku i ke pra mua dhe Flavia. Se bërë unë atë... Po kush e bëri? Titull. Po, ana doli një... Jo, kështë bërë një status në Facebook. Kështë bërë status? Po. Unë status? Po, është bërë... Facebook? Po, dhe është bërë e kam. virale. Takova një shoqe dhe më tha, po Gent Pjetri, tha, pse bën ato statuse kaq dëshpërimuese? Status, unë i vetë një status ishe për ditindin. Edhe thash, e sot kam ditindin, kush ka kodgjirë në të uroj, kaq. Ky e statusim. Po nuk është e vërtet që ke thënë që jam vetëm, s'kam asnjë mik, asnjë shok që të më kujtoj? Si janë fëmijë ato. Vërtet? Po mirë, shumë mirë. A e suar. Le të vërtetohen, le të dalin në celular, ja kur celularim, jam gati, le të... E pas këndru, nuk i ato me këshu me trotullume? Jo, më edhe me matrapik, po jo, në të jo. Tani... Nuk bëj status e kur, nuk ndërry kur, se e di që të këthejnë shumë keq. Po, nga 1 në 10 sa shok miq për kokë jeni me Flavian? Nga 1 në 10. Me Flavio Qari. Tani që si jeni më kolegë mëngjesi. Nuk ka lidhje me kolegën. Thash nuk njifim me Flavion të syri televizion. Po. Njifim që në top. Nuk du të bëje loqë, absolutisht. I një për respekt për diçka, që ka qenë gazetar të reni, ja djetë, vlerë. Se njëf gazetar të reni, sepse nuk jam gazetar moderator. Por, aq vite moderator, duke përnuar me gazetar të reni, që të shpjegojnë që i bje që unë të paktën, duhet isha në, ose i bje që 30 gazetari, 2 vjetë, paldejmë, jo 5, 2, po, se për ditë duke shpjeguar, si i fillon i percepton, e koncepton që si e mendojnë, si e kapën, ku shkojnë të rënë. Moderimi e shkapterë, po të jetë moderim, ky 50% ky e këthe aqë më afrsh. Pse? Ua, po në qëfë se ky nuk e ma dhe pjesë e ma. Por e punë edhe e vje këto, po, më regu, po. Po. Të është të tjeshtë, i jep një drejtim, kalon dhe i thot, jo më tepër. Unë kam qenë format tjetër, moderimi, sepse ne në jepshin... Po flit për fix fare? Ne kishim dorë shumë më të lirë, se është e minutarës tjetër, atë e ishë minutarës tjetër. Plus e më mjepe i dorë, më lirë se unë improvizoja. Po të një dhe botu në ajer... Po, improvizoj. Në atë punë në është. E vërtet është që ke imituar Arqile Botin atër? Nga jam ngejnë jam i të thurë. E njëri Arqile Botin personalisht, apo jo? Po.
Në rast parë me mbrëma, se... Bravo. Nga jam njëdi. Po. Flavio... Aty zbulove dhe sekretet e barnave. Po... E barërave. Prej. Nga i, Jo vërin. E mban mend Gentin kur ishte rocker? Po, mos Me se Flo Kaçurela? Po, Jo, onde se koshore. Kaçurela. Po, ta ashtu egzagerojmë. quhen tani. Po, onde. Akoma e rrë. Onde të gjata, aty në një shkëmb, ke xhiruar një klip Në Linz. në Linz, ë? Nga sheshuan qënë në autokullës, mi që në vranë, po hajtë. Pse? E Po fort. nga sheshuan. Po pse u shoqëruan? Të shkojnë në Linz, ka humorishtë. Ka qenë një periudhë që ky vend ka pasur kontroll mbi territorin. Jo nga shteti, po Kontrolli kishte nga kontroll. shteti, po nga mafia, e saj kohë, kështu i bie, të fortët, mos themi mafia se është fjalë shumë e madhe Ishe zonë tjetër. për kohët. Ishe zonë tjetër, nuk është e ishe diçka aq normale, po gjithë ishe kohë tjetër. Jetoje Shumë e si bukur. një shumë e bukur. Jetoje si një rocker i vërtet atëherë? Ja, Drogën ekzistonte droga, kokaina? për moje, Për ty jo? S'kishe lek. po të kishta se në naturë në njërë. Gjë që do të meshin vesh gjithë, po të isha nga to lloj formati. Gjithë dësim ka qenë ky. Shumë vonë ka marrë vesh që ti ishe i birësuar. Domethënë, të dy, parimisht të dy jeni djemë të vetëm në familjet tuaja. Flavio edhe nga praktikisht. prindër biologjik dhe Gent Pietri nga prindër adoptues. Adoptues, po. Kur e more vesh që të adoptuan? Për këtë Do duhet me thënë që ishe një djalë i adoptuar, jo një Të djalë kuptoj. biologjik i prindërve të tu. Për këtë që duhet të pyesësh persona që janë të adoptuar. Sepse është një lloj ndjesie, jo është Shqyse, po, është celulizim. Është diçka ndjesi, nuk mund të tash unë kam pas ditë që fëmijë. Është ndjesi, nuk mund të thuash do diçka të saktë. Unë kam marrë vesh diku ke 23 vjeç, diçka këtillë. Dhe ndjeja që diçka nuk shkote. Nuk shkote. Të mirë të dy, jo se si matë ndjes pas nuk është, po më prap nuk shkote diçka. Ndjesi, nuk di ta them, se nuk përsaktohet. Po edhe? Ka që ditë bukur, pasi bëra gabimin që u martova, edhe më thot, ish, gruaja, me respekt. Ka është diçka nuk shko me ty, nuk e di saktë, të është për qartë. Aja e kuptoj një lloj formal, edhe unë nuk dita mirë, i vajtin mendë, për shoh fotografita, por nuk shoh shtatë zanim me ty, në u bëra aq keq se edhe gjëtë unë s'jam as rob të dhunshëm me të një, jo, e them këtë vllafit, nuk është mirë, nuk ke. U zverda, i vetë i thashti mendi, si shumë e betër. Më kapi, më mori, hajë se konta, po. Taj pimi kafe, marra po. Dole pive kafe, dhe? Taj ta kështu punë, po. Të tha babi, Po. Të kemi marrë në këtë periudhë, të ishte 6 muajsh, apo 7 muajsh, diçka e këtillë. Nuk është thonë ndjeva keq, me thonë ndjeva jo. Po çka ka për të ndërë keq? Jo, nuk më ndjeva keq, thash. Po kërkove, tentove të një prindrit e tu biologjik? Më tha dhe i matë, dhe i në më thanë, po të duesh, kërkoj.
Nuk i njof, thashë dhe nuk kam si të njof, dhe nuk kam nga të njof. Mu të reguan të drejt, dhe më thanë urdhëro. Më dhanë emrin tim, më thanë se kam emrin dhe mbi emrin, më thanë të emrin e nërnës, biologjike, të babës nuk e... A i zdijet asjerë? Zdijet? Nuk e din, po të ishte të akëshen thonë, po thonë të nërë, e dijet a i dhe gjëja e poshtë. Dhe që, po Pietri është mbi emri prindërve biologjik apo mbi emri? Jo, i prindërve të mi. I prindërve? Edhe si është? është? Se më falë, mund të bëjmë i kompromis. Prindrit që e kanë rritur janë prindrit. Po, e bëj për ata Të që tjerët janë autorët biologjik. Autorët biologjik, bravo, gëzuar për këtë batut të Flavios, se ishte shumë e bukur. E djeva. E dëgjova, thotë. Mos është vlerë sot ashtë, mos e bëj kështë. Shërë vlerë sot. Ti mos na bëj si mirë të ri batutave ti. Se jemi më të mirë në unë dhe Flavio. Edhe mund të provojmë. Ti ore, i fiks fare. Ti ore. Hajde gëzuar. Gëzuar dhe njerë, gëzuar. Doli deli labi Klotildës. Ne i pik filloj. Edhe tentove e pe ndonjëherë nënën tënde asnjëherë? Ase kërkova absolutisht. Po të kishe pyet, mos kishe në tokë në gjë. E pra për këtë. Andaj të me. Për këtë. Absolutisht. Ase qenë për me. Po origjina? Nga Tirana, Berati, e nënës. Të mitë. E nënës. Këta që Nëna që këta të janë lindi. prindë mi. Në rregull, e thamë si që tha Flavio, nëna që të lindi. Kuksen. Kuksiana. Ktheu jere kështu? Në profil? Vetëm si kuksianë. Ta na e do së qarua e pjesë nga ka qene. Baba. Të di baba. Po në kom të ishe kështu. Do ka qene oficerë nga në ishë. Në këshaf që këbi shumë. Në jeni qerve, i oficerë. Këta që i quen prindër, këta janë prindër mi. Ora, i lejmë këtë, po ti qa po bënd të shenjë? Ushtarake. Me që se bona në... Stërvitore? Jo, ata e bëm gjimnazë, ushtarake. Nuk bërë një ushtëri, se po të bëjë shkollë, nuk bëjë ushtëri. Shiko, aty te ABC, shkove se ndoshta të bënë një ofertë, apo të shfarë? Thjesht ishte u hapi lloj doje idiote në internet, jo ti ke thënë që unë jam korrizuar, ore kush je, shof e diogë. Më falë të shoh, kush je, zotë, se kur ti ke qenë ke fiksi, unë bëja me këtë demin ta bëja ftesë në studio, diçka e këtillë, më falë të shoh. Çaj në etiketa që flet këtë mirë. Kush është qaj person të që edhe si kur të ishte, sop fare, nuk të paranote, wow, unë jam në korrizuar. Le të ishte sop, por nuk të paranote. Më thuaj ku i thashtë... Se, valla, që të keqë ka unë? Po si isha e parnel, valla. Ja korrizuar, do isha shumë, po shumë rëndë. Po jo të parnosh. Edhe thashtë ishe, falenderoj shumë për të rekjen e... Jo, ku më kruj koga. Ma mërmenja. Do me thënë nuk i e alkoholizuar. Akoma jo. Mirë, presim. Mos presin shumë, po. Ja, 10 minuta. Presim. Give or take, 10 minuta. Është e më një. Sa 2 mëngjesi. Shkojmë e bëjmë një emision me Flavio Rande nga syri nesër, se është Shumë t'i një. Ka qenë një kohë që unë mund t'a bëja një emision në mëngjesi, pasi kisha qenë në klab gjithë natën, po s'është ma jo kohë. S'është ma. Po për ty është ma? Unë i pranoj të gjitha. Po ti që si pranon të gjitha. Në qëse ti fletë të këlloj formati, në një atëre, unë qësha në mjes, bëja me Adderdipen. Good morning. Po. Më parëja dhe bëja s'fote u mori gjingla, pasaj ria, dhe pasaj do t'hyja në fix fare,
do bëj edhe emisionin fix fare. Yes. Edhe pastaj do filloja në orën 9 deri në 3:30 natës, 6 orë gjysmë emision. Me saj mirë. Po, Radio Manin. Po 6 orë gjysmë emision radio me kufjen në vesh. Prite, i mbi vendose timeline-et e ngjarjeve. Absolutisht. Fash e mora në ora mjes në 6:30, 7 hyja në emision. Nuk është ishte gjithë dita jote kështu, valla. Ka ndodhur me kalimin e viteve këto. E bëja gjithë kohë, sepse frija gjumë në DJ Gold, krevat marinar, me frinim aty. Ndroshin DJ-t natën. Unë shkoja në mjes, bëja emision në Aldon, mund të pyesë Aldon Lipen, s'është pikë problemi. Rria, bënin spot e humorit, sa mund si kisha, se rubrikët shkruja vetë. Dhe në qëse Po si lidhet kjo me alkoolin? Me alkoolin? Kur kisha kodrirë dhe pia. E mbaje më shumë, le ta themi në gjuhën... Nuk e përkja me dorë, kur nuk duhet ta bëja. Në punë e ke fjallën, televizion, në ekran. Nuk them që unë jam angjël, as që nuk e kam tepruar, po unë shtrova 2 muaj e gjysmë në spital për këtë. Po. Unë kam thonë në intervistë, u përnë armiku i vetës. Sepse Po si gjithë ti duhet ta është të gjë. Ti duhet të dish dhe e di. Top Channel arriti pjatën e boldizmit. Nëse kishe problem boldizmi, aty u arrit pjatë e boldizmit. E ngritën pakri u ngritë qomë. Ndaj teje. Kur ishe aty në staf, apo pasi u largove? Nuk kam të them shumë. Ata që i din. Po mirë, ne që si di. Kështu je misterioz në për intervistë. Shumë ke burë ti. Do në sytë Po kështu. po është ka që ti tani e ke parasysh ti je si ata që duhet të luash. Allinin. Po. Ndaj të kemi ftuar në këtë darkë të shishme. Tani, me që se jeni përballë 2 ish kolegë përballë njëri tjetrit. Në që se të kolegë njerë, kolegë e gjithmonë. është të gjë se çfarë është lloj i formatit. Mirë. Ty ish miq përballë njëri tjetrit. Pse më? Ty ish vëllezër përballë njëri tjetrit. Unë ata kam respektuar që në top. Edhe i mua. Ne kemi shkëmbyer batuta. Herët. Kur tha një batut e ti, unë kam nxjerrë shumë të mjetë, po një më tha herë se më paqi po komunikoja. Isha me Sajmini ishte. Këmë pa herë, po njërë po qeshte, se jeshtë me qeshtë me Sajmini sa thaj diçka e që unë s'pa pranore, po për e dhe po, dore e ashtë të pisigarë dhe pike zë. E këtë e po pike zë, dhe këtë. E po shefram, e dje që do në cizë në i bullallik, po... Se duke ditë se qa do në zjeri dikush, sa e që je batutën e kupto. Këtë e, në paqë nuk isha në të nuk isha, nuk doja të shpërtheja me inat ndaj. Po. Se mirë, po. E këtë e la, po, non vale gravidanza da feto, tha. Unë gjete të e pashe rejtë. Tha dhe jetë, non vale gravidanza da feto, tha. Oke, dhe edhe të me athanë, thash. Gaboj. Mund të ketë mbi 12 vjetë. Unë i qëndroj që do pisliku që kam thënë jetë time. Unë i qëndroj që do pisliku që kam thënë di. Tani ti thej që nuk kishe lidhje me alkoolin. Unë kam një xhin aty, po do të ftoj në një episod vetëm. Dhe ta shijojmë bashkë atë xhinin. Është një xhin italo-shqiptar, quhet xhin Metusa, nuk e di a e ke qef. Unë e di që xhinin e ka pas qef Atos Nano i ndjeri që ishte një politikan shumë i pëlqyer për stilin e tij të jetës. Kur të vish herën tjetër, do e shijojmë bashkë, po jo sot.
Se s'duhet ta përzjej me verën sot, me verën e parë. Se ti se përzjen. Tani si e lanë, dy ish miq, dy shok? E quaj mik, dhe e quaj mik. Po pa tjetër që... Atë e di, prapë vetë nëse, më konsidero tillë, nëse jo, atë e di e i, por, unë e quaj mik. Nuk e thash jo për e roshe, por unë kisha 2 vjet i shkëpur nga media. Takuam përballë shtëpisë time tek pasazheri. Çfarë bëhet? I shkëputur thash. Më tha do të vishta. Nëse je do të lloj. Po njëva. Po e thash. Hyre dhe aty pashti ishin që nga Ndibetja, Sandra Meço, Ben Mevlani, Yuri Kristafi, Gasaiti. Ishin qenë por në një media top. Pse jo? Sigurisht për roba dhe... Edhe padëm një aventurë të bukur. 2 vjeçare, 2 sezone më saktë. Po më duket. Sot 2-3. 28 muaj. 3 sezone. Që si ka numëruar 2 vjet e 8 muaj. Nuk e ka llogaritë për nga pasioni. Jo, nga rroga. Nga rroga. E bën. Sa e kishen rrogën, do të pyes dikush. Po atë pyetje është shumë e shëmtuar si pyetje, nuk e di pse. Do u bëj të dyve nga 2 pyetje shumë të shkurtra. Jo, gjë nuk... Sa i merr me boks, unë se mori. Do të bëj 2 pyetje, domethënë për të risjellë ca emra me të cilët ju jeni përballur në jetën tuaj. Shumë. Dhe do më përgjigjeni shkurt të dy dhe kështu do e mbyllim të podcast Close Friends, që është një podcast i miqve të vërtet. Filloj me ty. Me një fjalë do përgjigjesh. Sajmir Kodra, si do përkujzoje? E mos sa do të zgjasësh? Një fjalë është. Apo do lesh me heshtje? Minutë si është. Po mbajmë 1 minutë zi. Ma mirë në zi. I zgjuar, i shkahët, por kur lëvizi nga Top Channel tek Agon Channel, ishte era parë që më tha që do vish me mua. Njëtër, me të njëtër. Mjë me të njëtër. Kaq. Pse, mund ta dim apo jo? Le mos e trego. Plase, more, se që më kujton një nga këto filmat me humor shqiptar, kjo situata tani. Tjetë për humor kam bërë gjithë jetën. Ha, do e thuash. Nuk dua të kaloj pas i kam kaluar. E lam. Ermal Mamaqi, i nderuar Flavio Qari. Si kalova nga Sajmir Kodra ke Ermal Mamaqi. Vento di Montana. Kush e ka thonë këtë Vento di Montana? Qaka ime. Ermal Mamaqi, mos e shoh. Çfarë do të them për Ermalin? Një përshkrim. Po jo aq të mendueshëm. Po zgjasaj shumë. Ama të lutem. Nuk ka gjë që
Ky e ndanë në fund o me mua me grështot. Jo, më s'jam aq barbar, nuk jam aq barbar me. Ja, nuk është aq barbar, se nuk e vletot. Pasi serte pak më shpejt, më do ishim kënaqur. Do ishim dheur. Do ishim për tap. Pa e vazhdojmë një, se të më... Do e gëdhim këtu. Ermal Momaqi është... Ermali nuk është aktor humori. Me pak fjallë. E them unë, le të vë edhe gjyq, në që se do me dalë në rrugë, le të dalë dhe më humori. Unë do Ka thoj... që se nga humori është e thapi gjatë. Okej. Unë do... Me që i ka qef bëtë sa deklarata kështu të çuditshme, unë do i uroja që të merret me diçka tjetër. Në të vazhdojmë me DJ-n që ka qenë. Jo pa qëllim me bëra këtë pyetësorin, në Ja që mendjen doli po me time. meni. Po dolët në një mendje e çuditshme. Mendjet e mëdha, mendjet e mëdha, që mendoj Kuqen, se- takohen. Domethënë kaq ishte për Ermalin. Si sa lasgush për adresi, tha se kish kuptim, që kish kuptimin thellë i mallit ton, se malli në përdhim ky është kuptimi i jetës tonë. Dashuria son asti për dashurin. Dashuron të dashuria, shumë e Po e bukur. tha lasgushi. E tha Lasgushi, po ti s'mo përgjigje për dashurinë, kështu që po të pyes për diçka tjetër, po. Po ti nuk më pyete, ti më the ku e di me kërë. Qa bëre Po ma për ke Shën thënë Valentin ti, ishte? ore, ç'a bëre për Shën Qa të Valentin? thash? Më ke thënë atëherë që jam i dashuruar me njërën, është kështu, është e mirë, është Po e mirë më e mirë ka Burre qenë. kot. burre burre kot. kot, Pa, gënjet. jem burrur kot. Tani, Filip Çakuli, lëre se për dashurinë s'do na thuash gjë, ose ma thuaj në fund. Filip Çakuli, Gazetar. gazetar I kaq, papar, i Hosteni dikur. po, se ishe koha që ishte drejtori Golli ishte në drejtim. Ishte Niko Nikolla. Niko Nikolla, po, e Gajoveshi, vërtet. Drejtori Golli, Niko Nikolla, Gajoveshi, dhe këta ishin jo personazhe, po ishin mjestra. Dhe nuk mund të merrte një gazetar po të mos ishte dikushi. Ai e drejtoi fiksin për vite dhe vazhdon e drejton. Me ato zgjuarësie që ai ka, për, jo për lojë, por duhet dish nga qa dhone vjen ai, në qa vendi ka jetuar ai, dhe që duhet të mbijetosh. Ai ka mbijetour. Si kubanez duket me ato puron, me ato mjekrën Si e grek, parë tani, grek klasik. apo grek më shumë. grek. Po ndonjëherë më jep I jati është grek, është grek rari. Pa e di e di se. I jati. E nëna është qobane, po grek. Edhe, kjo tha, po thë Gjirokastra, I ke thënë të ra. I ke thënë të gjitha. Po unë kam qenë nga mbron Gjirokastër, kam qenë dhëndër. Po e di. Prapë e di. Ore, atë shpinë e ke apo ta morën? Kë shtëpi. Shpinë e martesës tënde, të vetme dhe Ne të... ta gëzë, po. Ta mori zhgruaja shpinë? Po, i takonte, E më mirë se i takonte, I ta takonte, gëzoj. Ta gëzoj. i takonte. E po tani ne çfarë të themi, çfarë themi Qa Flavio? të thoni? Nuk i takonte. Ma tha këllëndemi dhe o gënta, pse nuk ka aflokë, pse nuk e thëjnë nga mone thëjnë tësh. Gëzuar. Robsh. Elsa Lila, po Robsh se ishte për Flavio, se Flavio ka filluar të thinjet nga pak, po Unë jam pak më i mase, jam me Po thëjnë. nuk e pak. Vetëm 40 vjetë diferencë kemi. Keni shumë vite diferencë, pak më i madh thot. Tani Sa e ti këndëm, 73 për 75? ja, se gjysmë shekullorësh, gjysmë shekullorësh. 92-93. Elsa Sa thëjnë Lila, kjo, i që mëndër. Sa të dushme? po nuk numërojmë thinjen, nuk numërojmë. Koka ban. Po, Ke jetu më mirë se unë. Tani, Elsa Lila, qa ka Elsa Lila? një koment? këngëtar shumë e mirë. Po Dikur. një që dhe i s'ka pëtë dullovi. Ti më pyet mua për muzikë, ata pyet për muzikë. Mirë se po e pyes për të tjera gjëra. Sorry. Profilin më të përgjithshëm Letë. të një artisti, më kupton? Unë jam Me të gjitha drejtësijet e tij apo të saj. Unë kam një zhgënjim të latashëm me gjitha ata artistë dhe intelektual që në vend se ta kenë marrëveshjen dhe pazarin me publikun,
e kanë me pushtetin, kështu që s'kam respekt për ta. Këtë kisha për ta. E prisja këtë bëhaj. E prisje. Më duket se ka thënë të herë tjetër, ndaj. Të i qëndrojë. Të vetëm deklarat që i qëndron. Në që senatorën në politikë, Me politikë do të merren të gjithë. Problemi është me raportin që kemi me pushtetin. pikërisht për. Nuk është vetëm ajo, po janë ngatruar disa aktorë me politikë, me pushtet. 2-3 nga ta janë trequr dhe kanë thënë, kanë kërkuar dhe falje. Kanë bom gabim që jemi ngatruar me pushtetin. Kaç. Edhe një pyetje për secilin. Edi Rama? Edi Rami? Më fali Rama? Rama. Një person që hapë, nuk e di, besim do të amendment dhe i, Flavio, u hapë një më, bet një dekujt pa e përmandar, nëse një vet, erdi aty dhe jam aktor. E pas që kjo u shërmënu dhe nuk po i thash ka hapi goj kjo, i thash jo çdo një i marrën Akademinë e Arteve, është aktor, se Edi Rama ka marrë për pikturë, po për pikturë, e ta për ekspozit në Bakok. E hapë dhe unë, nuk është problem, po për pikturë, po kësha bërë në shgarvin, në base, për mua. Duke qenë kam qenë në fiks fare, në pozicione, emisione që ne godisim. Do të t'jap një lajm për Edi Ramën? Mos më trem, ha. Edi Rama, në çdo vit të dekadës fundit, regjistron të fondi i veprave mbi 1000 vepra në vit. Pikturë? Piktura, skulptura, I ka bërë? 1000 në vit. I ka bërë. Unë se di që i ka këtë bëj 1000 firma në vit nuk jetë do të, 1000 në vit. Si bje që ka punësuar Nuk e di. njerëz, A dhe pse e bën? piktorë, si quhen ato, ghost, Po jo më të shkoke treg ghostwriter. Ghostwriter. Po jo më shkoke tregu çami blen aty. Ka plot pa drejtë. Po 1000 në vit i regjistron. Jo një laptop. Viti më i keq ka qenë 500. Jo, ose ndoshta ai vetëm pikturon edhe punën e kryeministit e bën dikush tjetër. Po kur flet me biznesmenët në telefon? Më falë një sekund. Nëse s'kemi kohë se na presin njerëz. Jo një laptop, po dhe në një iPad. Për qelbur ke kështu. Cëtërar shqipdirit. Jema, dhe sa bukur e mbarë mund. Pyetjen për Edi Ramën e Dogjes e the. Atëherë, Sali Berisha pyetja e fundit. Po, Zahra kemi dëgjuar pyetja e fundit. Okej. Pyetja e fundit. Sali Berisha, për ty? Si të thash të si kot të si me të lloj dëshije, si thot ti të si, se ka ndru dialekti, përndura dialekti. Dhe qofi, a i po t'i bësh një pyetje ati personi, thoi, ku shkritur për parë flamorë shqiptar, të lutem, po t'a bëj unë të pyetjen, për të parë flamorë shqiptar, i pavrastis shqiptare, ku është ngritur dhe kur? Nuk e di Sali Berisha të ti? Ju e din? Po e di, po pse duhet ta them këtu? Në 1912, në Vlorë? Po, Jo. po ku? 1878, në Deqiq, e Ndeshan. Në Gjelluri, e Misë Koli, e Sul Vokshi. I e në internet, hapë internet. Po pse u përgjigje kështu për Sali Sepse Berishën? ai nuk e di. Ka fiksimet e veta. Mirë, për ty Sali Berisha? I mbijetuar dhe mbijetues. Gëzuar. Dhe një kafshë egër tha E thema që të më vrasë. Gent Pietri, rokeri viteve 90. Ja do dali me çifte të ruaj të pazari i ri. Punë madhe, se për para ka me muaj. Gëzuar dhe faleminderit që ishit në Close Friends, u kënaqëm këtu te kapiten Mirë Zoti. A i kështë marrë me gotë plastike, po pëse në citon? Po pra, e piu me ex. Po mi që s'pit pa këtë, gëzuar. Gëzuar. Me që nuk pio, pra ndoj. Edhe tani me që nuk pi, e ndrisim. trenove, e ndrite. O,
Fashëratën. Gëzuar, kënaqësi.